Duke folur në Kishën Shën Sofia në Ohër, në Akademinë Solemne me rastin e ditës së iluministëve Mbarëslav, Shën Kirili dhe Metodi, kryeministri Hristian Mickoski një pjesë të fjalimit ia kushtoi një prej temave më aktuale në vend, atë të dhënies së provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Колку и да не одвлекуваат дневните теми, важно е да се посветиме на некој од нив. Колку и да има политика и задни интереси во наметнувањето на темата со употреба на јазиците при полагање на правосудниот испит, јас сум подготвен и на известен начин ми е драго што конечно можеме да разговараме за образование, но разговорите мора да се постават низ правилната призма. Јас сум заинтересиран и подготвен да помогнам во секој процес кој ќе значи подобро и посилно образование. Më tej Mickoski shtoi se nuk ka pengesë edhe komunitetet të kenë të drejtën të përparojnë dhe të përdorin gjuhën e tyre, andaj për provimin e jurisprudencës paralemroi se së shpejti mund të arrihet një zgjidhje që të jetë e pranueshme për të gjithë, por theksoi se kjo do të jetë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore dhe duke respektuar gjuhën maqedonase. Zato многу брзо ќе дојдеме до решение кое треба сите да го поддржиме и кое ќе отскокнува над поединечните партиски и можеби политички интереси и тенденции да заглавиме во уште една националистичка замка. А историјата не учи дека таквите замки се најдобриот метод на оние кои имаат криминогени или поинакви лични интереси и кои редовно се кријат зад ваквите теми, кои се покривка на вистинските намери да се злоупотребува со животот и да се создаваат пречки. Ky paralemrim I kryeministrit vjen pasi para një jave studentës shqiptar të drejtësisë për herë të dytë protestuan me kërkesën që provimin e jurisprudencës të mund ta japin edhe në gjuhën shqipe. Në po të njëjtën ditë, Mickoski u takua me partnerët e koalicionit Vlen dhe u morën vesh përgjigjen në një zgjidhje për këtë çështje, por u paralemrua se zgjidhja paraprakisht do të dërgohet në Komisionin e Venecias.